Pse tarifat e Trump do t'i bëjnë amerikanët mbi pesh? Nëse ka një mësim që mund të nxirret nga zgjedhjet amerikane me ardhjen e Donald Trump është se shpreha vjetër që ishte pak e vështirë për t'u shpjeguar që politika ka rëndësi, që nuk është e vërtetë që politikanët janë të gjithënjësoj, se nuk është e vërtetë që një qeveri është aq e mirë sa një tjetër, tani gjen një konfirmim edhe me prova. Pasojat për miliona njerëz dhe për disa kategori në veçanti kanë qenë të mëdha, por ato mund vlerësohen edhe në jetën e përditshme të qytetarit mesatar amerikan dhe për shëndetin e tij. Këtu nuk po flasim për çështjen e shëndetit në kuptimin e ngushtë dhe të emërimit si ministri i shëndetësisë Robert Kennedy, një prej aktivistëve më të njohur kundër vaksinimit dhe shkencës. Megjithatë, le të flasim për dietën dhe përjedhoj indirekt edhe për shëndetin. Dieta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një nga efektet e tarifave është se amerikanët, të cilët tashmë nuk shkëlqejnë me një dietë të shëndetshme, 70% janë obez ose mbi pesh, do të fillojnë të hanë gjithmonë dhe më pak fruta dhe perime, po sepse shumica e domateve, avokadove, specave, trangujve dhe kungujve rriten në Meksik dhe Kanada, të goditur nga tarifat e Trump me 25% dhe të pezulluar deri në 2 prill. Nëse Trump vendos të vazhdoj politikën e tij të pakuptim të tarifave doganore, do të ishte goditje e rëndë për ata që blejnë furnizime në supermarketet amerikane, fruta dhe perime të importuara. 60% e frutave importohen, ashtu si 30% e perimeve. Revista Forbes bëri këto për llogaritje, 99% e domateve të importuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 99% e maruleve, 88% e karrotave, 70% e avokadove mbërritën nga Meksika dhe Kanada në vitin 2024. Zgjidhja për Trump dhe bashkëpunëtorët e tij është gjithmonë e njëjtë. Amerika në radhë të parë, në kuptim që vendi duhet të fillojë të kultivojë më shumë nga brenda, por nuk është aq e thjeshtë sa duket. Për ta bërë këtë, do të duhet të kufizohet puna tokë nga përdorimet e tjera, të ndërtohet një infrastrukturë, të gjenden fermer dhe fuqipunëtore në dispozicion. Politikat për të dëbuar emigrantët natyrisht nuk ndihmojnë. Rritje çmimi prej 2.9%. Sa do të rriten frutat dhe perimet, duke pasur parasysh se tarifat janë mbi vlerën e çmimit në kufi dhe Atlantik raporton se një vlerësim i besueshëm është një rritje prej 2.9% e çmimeve me pakicë. Pak? Jo, në të vërtetë, ai çmim është një mesatare për gjitha produktet, përfshirë ato të rritura në Amerikë dhe korespondon me 2 vjet inflacion. Dhe duke marrë parasysh atë që është shkruar për çmimin e vezëve që shqetëson Trumpin dhe normën e inflacionit që ishte ndër faktorët që çuan në humbjen e Biden, çështja nuk është dytësore. Produktet e freskëta do të preken mbi të gjitha, ndërsa ndikimi do të jetë më i vogël në ushqimet e përgatitura dhe të përpunuara. Mund të duket si një temë dytësore, megjithatë, vetëm lexoni atë që Sarah Bowen, një sociologe në Universitetin Shtetëror të Karolinës Veriut, i thot Rachel Sugar të revistës The Atlantic: ne pyetëm nonat se çfarë do të blinin nëse do të kishin shumë para. Përgjigjja më e thjeshtë deri tani ishte fruta të freskëta, lule shtrydhe dhe rruthsh.